Fakulteti Juridik i Universitetit të Tetovës sot organizoi Akademi Përkujtimore në nderim të jetës dhe veprës së Aslan Bilalit. Dekani i Fakultetit Juridik, Safet Emruli, tha se profesor Bilali ishte një jurist me një karrierë të gjatë në fushën e së drejtës ndërkombëtare, private dhe të drejtës romake. Një njeri i dijes, i drejtësisë dhe i përkushtimit të palëkundur ndaj arsimit dhe shoqërisë sonë. Një nga profesorët e parë të themelimit të fakultetit tonë, që nga nisja me punë në Universitetit të Tetovës në vitin e largët 1994-95, nga i mbajmë kujtimet e freskëta edhe sot për takimet e parë dhe ligjëratat e para të nderuarit profesor. Atëherë nga e drejta trashëgimore dhe e drejta ndërkombëtare private. Sot profesor Aslani, edhe pse ju kaluat në botën e përjetshme, të jeni të sigurt se Universiteti i Tetovës, Fakulteti Juridik është realiteti pa mohueshëm dhe krijen misionin e tij kombëtar dhe profesional për të cilin u angazhuat edhe ju vetë personalisht. Biografinë e profesorit Aslan Bilali e paraqiti profesori i Fakultetit Juridik Arber Ademi. Ai e quan profesorin Aslan Bilali figurë emblematike dhe të rëndësishme të botës akademike shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoninë e Veriut, sipas të cilit ai dha një kontribut të çmuar në zhvillimin e arsimit, themelimin e universiteteve dhe në formësimin e mendimit juridik shqiptar. Profesor Aslani lindi më 9 nëntor të vitit 1952. Dhe që nga diplomimi i tij në vitin 1975, ai i përkushtoi tërë jetën e tij universitetit. Ndërsa Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës ishte vatra ku për 4 dekada me radhë ishte jo vetëm profesor dhe studiues i zellshëm, por edhe mentor, udhëheqës dhe frymëzues i shumë brezave juristësh. Pas përfundimet të studimeve në Prishtinë, ai vijoi rrugën akademike në Universitetin e Zagrebit, ku kreu studimet e magjistraturës dhe më pas doktoroi në Universitetin e Prishtinës. Ai nuk e ndali kur kërkimin për dije, duke ndjekur më tej Akademinë e Hagës për të drejtën ndërkombëtare dhe një numër programesh shkëmbimi akademik ndërkombëtar. Në emër të familjes të Sëndjerit foli i biri i tij Bilal Bilali, i cili falenderoi Universitetin e Tetovës, duke theksuar se babai i tij ia ka kushtuar jetën universitetit dhe arsimit. Unë veç kisha dashur ju përkujtoj juve stafit akademik për studentëve të arshëm, kur vini këtë universitet, veç shikoni në anën tjetër të rrugës, ku janë mbajtur në Reqic provimet e para, për ku ka fillu e ku kemi arrit. Po në të ardhmen, me ndihmën e Zotit, po edhe me vullnetin tonë si shqiptar, besoj që do arrijmë edhe më shumë. Në këtë akademi përkujtimore të pranishëm ishin profesor, koleg, ish student, përfaqësues të institucioneve, familjar dhe miq për të kujtuar kontributin e jashtëzakonshëm të Aslan Bilalit në fushën e drejtësisë dhe arsimit.